e din se dhe pas qindra mëkateve e ka një Zot që e pret për të penduar. E din se dhe pas një 10 vitesh, ndoshta dekadash të kaluara në mëkat, e ka një Zot që është i mëshirshëm dhe që mëshira e tij absolutisht nuk është e sfiduar me mëkat të këtij apo. Ka pas njerëz vëllai nderuar mirë gjatë historisë, madje të përmendur në hadithe Muhamedit sallallahu alajhi wasallam që kanë bërë krime, jam i bindur që nuk kanë troje tona njëri që ka bërë aso krimesh. Nuk ka. Sa për të ilustruar njeriu i cili për shembull ka vrarë 100 vet, 100 vet i ka vrarë, domthon pa i trembur syri fare. Dhe prap dashuria ndaj Zotit dhe respekti për të dhe nevoja për të e kanë shtyrë që të kërkon një rrugdalje nga kjo krizë që ka kapluar. Dhe megjithatë ka gjetë pendimin. Dhe jo vetëm kaq. Procesi i pendimit nuk e ka përfunduar tërësisht ai. Nga se nga ajo është kërkuar ta bëjë një veprim që ai ka bërë më pak se gjysmën e tij. Dhe sipas të gjitha vlerësimeve ky njeri më afër ka qenë gjendjes së krimit se sa stacionit të pendimit. Por megjithatë dashuria ndaj Zotit, mëshira ndaj tij ka bërë që